Për cilat sëmundje do ndihmoheni në fakt që Liza Stamilale nëse nënat i ruajnë? Atëre, sot mendohet, nga zburimet e bëra, mendohet që janë rreth 85 lloje sëmundjesh të cilat mund të trajtohen nëpërmjet përdorimit të qelizave staminale. Dhe kryesisht janë më së shumti të provuara janë sëmundjet e sistemit ose aparatit hemopoetik, pra të sëmundjeve kancerogjene, për sa i përket balcës, sëmundjeve të gjakut, aty e marrin gjenezën, pasi edhe vetë ato janë qelizat që jetojnë apo prodhohen në këtë sistem, dhe pastaj kemi sëmundje të ndryshme që nga sëmundjet e sistemit nervor, deformime gjenetike të ndryshme, kemi leucemira, kemi anemi, kemi deri në autizëm mendohet kohët e fundit që ka një rol goxha të rëndësishëm në shërimin e autizmit, në Alzheimer, në tumore të ndryshme, solide të organizmit e me radhë. Pra, është një shumëllojshmëri sëmundjesh që mund të ndihmojnë dhe të trajtohen në këto qeliza.